Në ndikimin e një fronti atmosferik që përmes Alpeve do të zbres drejt pjesës sonë të kontinentit evropian, që nga sot e njëjti 7 maj e deri në fundjavë, moti në Maqedoni do qetë me vranësira të ndryshueshme dhe me reshje të kopaskoshme shiu me intensitet të ndryshëm. Reshje më të ndenura priten nesër të premten më 8 maj. Lokalisht moti do qetë jo stabil, me shi të rëmbyeshëm, bubullima, erë të përforcuar dhe kushte për paraqitje të motit të lik me erë të fortë, shkarkime elektrike dhe mundësi për breshër. Gjatë këtij cikli reshjes, në disa zona pritet të bien sasi më të konsiderueshme shiu mbi 20 litra për metër katror. Sa u përket temperaturave, ato sidomos nesër të premten më 8 maj do të jenë më të ulta dhe do të lëvizin nga 14 deri në 23 gradë Celsius, ndërsa gjatë fundjavës, veçanërisht të dielën më 10 maj, do të shënojnë rritje të sërishme. Sipas Meteo Alarm, për shkak të qarkullimit jugor të ajrit nga sot e njëjti, deri në fundjavë në atmosferë do të ketë praninë të konsiderueshme të pluhurit dhe rrërës nga Sahara. Për pasojë, atmosfera do të jetë e turbullt dhe ndotur, ndërsa reshjet e shiut do të jenë të përziera me këtë pluhur.